Janë këto që sapo ndoqën disa prej sfidave me cilat do duhet të përballet qeveria e re Rama 4, që sigurisht tashmë është konfirmuar si fituese e këtyre zgjedhjeve dhe në fakt kemi diskutuar më përpara dhe për sa i përket disa detajeve të këtyre zgjedhjeve, të cilat kanë qenë risit, mesazhe që kanë dhënë dhe tani me mua në studio është kolega ime Gjorgjina Dita nga Scanintel. Gjorgjina, do ndalemi tek një nga pikat, po themi që është më diskutuara, pjesëmarrja në fakt. Pjesëmarrja ka qenë e diskutuar, është folur që ka qenë shumë më ulët se vitin e kaluar, kanë spikatur ato qarqet, kryesisht rënja ka qenë më moderuar në Dibër, Kukës dhe në Tiranë, dhe në fakt janë dhe qarqet që kanë regjistruar dhe pjesëmarrjen më të madhe, ndërkohë nga ana tjetër nuk zhgënjeu Vlora dhe Berati sa i përket qarqeve me pjesëmarrjen më të ulët. Gjithsesi, pjesëmarrja është një element shumë i rëndësishëm në zgjedhje për disa arsye kryesore të cilat unë kam zgjedhur të i trajtojmë bashkë sonte për të paraprirë pak a shumë grafikun e radhës, ku unë kam trajtuar pjesëmarrjen në një dimension tjetër, gjithmonë nisur nga shifrat e popullsisë. Ato shifra të cilat gjithmonë ka zgjuar një debat për vërtetësinë e tyre, po sa është pjesëmarrja reale, dhe ka qenë shumë teme trajtuar sot, le të themi, pra sa i përket diskursit, ka qenë shumë e trajtuar sa është pjesëmarrja reale dhe a ka një formë tjetër për ta llogaritur dhe sa vlen ajo pjesëmarrje 42.2%, pra pjesëmarrja totale zyrtare sipas shifrave të Komisionit Qendror Zgjedhor. Por le ta nisim me pikën me grafikun e parë i cili flet, un kam sjell pikat kryesore pse ka një rëndësi pra pjesëmarrja, pse është e rëndësishme të marrësh pjesë. Dhe së pari forcon pra demokracinë. Forcon demokracinë sepse sa më shumë pjesëmarrje të ketë, rezultati është dhe më përfaqësues për atë shtres pra populli që e ka zgjedhur, dhe kështu edhe vendimarrjet pra janë më përfaqësuese për rrjedhim. Nga ana tjetër reflekton vullnetin e qytetarëve. Pra sa më shumë qytetar votojnë, reflektohet dhe vullneti i tyre, dhe këtu vjen pra në diskutim ato të cilët nuk marrin pjesë, sa është norma atyre që nuk kanë marrë pjesë për të parë se çfarë i ka zgënjur dhe çfarë i ka mbajtur larg procesit të votimit dhe pra vullnetit të tyre politik në këtë rast. Ndikon drejt për drejt në jetën e përditshme. Përse? Sepse pjesëmarrja dhe shprehja e vullnetit me votë zgjedh ato të cilët përcaktojnë ose përcaktojnë ligje, nisma ligjore dhe përmirësojnë ose përkeqësojnë, le ta themi, jetën tonë të nesërmen, pra në këtë rast fituesit me vot, po themi drejtën e vendimmarrjes. Në këtë rast fituesit e garës pra përcaktojnë se si do të jetë jeta jonë të nesërmen. Nxit përgjegjësinë e politikanëve. Ndihen pra kanë pra ka një puls për ta kuptuar, pra nëse ka pjesëmarrje, ka një puls si është marrëdhënia tyre me pra ndjejnë atë përgjegjësinë për të shërbyer qytetarëve për shkak se ato janë ndyndur masivisht, le të marrim një shembull, pra për ta votuar, dhe ndjejnë atë përgjegjësinë pra për të shërbyer dhe për të hartuar dhe për t'ia përmirësuar jetën. Edukon qytetarët dhe rrit ndërgjegjësimin politik. Kështu, proceset zgjedhore gjithmonë krijojnë pra diskutime të shumta, krijojnë dhe në opinionin publik, dhe ndërkohë nga ky opinion, pra nga këto diskutime që krijohen në procese zgjedhore, zakonisht qytetarët rrisin atë ndërgjegjësimin e tyre, nga ana tjetër rritet edhe kultura politike, që në fakt Shqipëria është akuzuar, le të themi kështu, në thonjza shpeshherë që ka një kulturë të ulët politike, kjo në bazë të njohurive edhe në bazë të shumë raporteve të ndryshme ndërkombëtare sa i përket njohurive mbi politikat apo mbi sistemin ligjor kreshnik. Nga ana tjetër, ul ndikimin e interesave të ngushta. Në një proces zgjedhor ku marrin pak pjesë, zakonisht ndodh që grupe me interesa të veçanta ndikojnë më lehtësisht pra në zgjedhje dhe në rezultat, kështu edhe përpasojë ndikon edhe në jetën e qytetarëve. Kështu që një pjesëmarrje sa më e lartë e bën të pamundur pra këtë ndikimin e këtyre grupeve që kanë interesa të veçanta. Dhe është një drejtë e fituar me shumë sakrifica, zgjodha ta sjell këtë për të marrë konsiderat kontekstin historik, pra një luftë e fortë për të drejta, për demokraci dhe për barazi. Pra është një drejtë që është e fituar me shumë sakrifica dhe në fakt unë gjykoj që askush nuk duhet mungoj pra ditën e zgjedhjeve për të shprehur vullnetin e tyre politik. Po mungojnë shqiptarët, si është tendencë, pra mungojnë shumë? Në grafikun e radhës do të shohim që nuk mungojnë aq shumë sa që reflekton pra shifra zyrtare e Komisionit Qendror Zgjedhor, pasi sa i përket të dhënave të Institutit të Statistikave në censin e vitit 2023, shohim që në Shqipëri kemi 2.4 milion banor dhe Scanintel ka analizuar sipas qarqe, por gjithashtu edhe në total, pra ato të cilët janë mbi 16 vjeç, pasi është bërë në censin në vitin 2023 dhe është dashur 2 vite dhe tani ato që kanë qenë 16 janë 18 dhe kanë të drejtë vote, kështu rrjedhimisht, dhe duke bërë këtë analizë shohim që pak a shumë 1.92 milion banor kanë të drejtë vote pra në Shqipëri.
Por le të referohemi grafikut për të parë se si del apo si mund të jetë pra çfarë shifre rezulton pjesëmarrja reale. Atëherë popullsia me të drejtë vote, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në vitin 2025, është 3.4 milion votues gjithsej, flasim për ato të cilët janë regjistruar pra për brenda vendit. Megjithatë, lëvizjet e shumta kanë bërë që kjo shifër të jetë realisht më e ulët në Shqipëri. Pjesëmarrja zyrtare sipas Komisionit Qendror Zgjedhor pra ka qenë 22.2%, dhe nga kjo shifër, pavarësisht se nuk janë raportuar të gjithë zgjedhësit pra nga komisioni për të patur atë shifrën totale pra atë të numrit, pasi janë raportuar vetëm një pjesë e tyre, mund të nxjerrim nga kjo vlera 3.4 milion sa janë paraqitur pra dhe sa kanë votuar nisur nga pjesëmarrja, dhe nga vlera 22.2% shohim që 1.46 milion votues janë ato që supozohet që kanë shkuar në qendrën e votimit dhe kanë shprehur vullnetin e tyre politik. Nga ana tjetër, sipas Instat, popullsia rezidente me të drejtë vote, unë theksova, është 2 milion banor nisur nga përllogaritjet. Dhe pjesëmarrja e rezidentëve në këtë rast, pra duke bërë përllogaritjet e thjeshta dhe nisur nga kjo pjesëmarrja 22.2%, del pjesëmarrja reale pra 73%. Pra, nuk është aq e ulët sa nuk është aq e ulët. Nëse marrim konsiderat nga ana tjetër keshnik të dhënat e diasporës, pra ato të cilët janë regjistruar, ku shifra shkon në 3.7 milion votues, sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, janë pra ato rreth 300.000 që kanë votuar, megjithatë vetëm 194.000 zarfe erdhën në Shqipëri, çka tregon një shifër goxha më e ulët, jo vetëm nga ato që janë regjistruar, por edhe ato të cilët aplikuan në platformën PER dhe ka qenë një proces i rregullt dhe ishin pjesë për të votuar. Ka qenë një shprehje ulët e vullnetit në këtë rast, megjithatë ka pasur, me sa kuptohet, pra dhe pjesëmarrja reale në Shqipëri është mbi 70%, sikurse edhe diaspora që 79, më duket. Edhe diaspora 79, është njëta tendencë. Po, është njëta tendencë. Por nisur nga këto shifrat, cili është problemi më i madh sa i përket zgjedhjeve? Gjithmonë është problemi i numrit të popullsisë, mungesa një regjistri të qartë për të regjistruar dhe për ditur sa shqiptar janë brenda dhe sa shqiptar janë jashtë. Kjo ka qenë një problematikë konstante që e ka shoqëruar pra këtë tregues në Shqipëri. Censi na jep një panoramë më të pastër, pavarësisht atyre vonesave, na jep një panoramë më të pastër. Tani mund të flasim më me saktësi dhe më bindje për çdo shifër dhe sa votojnë realisht shqiptarë. Dhe sigurisht zgjedhjet është një moment tjetër kur ne reflektojmë për atë popullsinë e vërtet që ka Shqipëria në trojet e saj. Por pjesëmarrja është mbi 70%, ashtu siç ju e theksuat edhe për sa i përket pjesëmarrjes së diasporës, që është një vlerë goxha më e lartë ndryshe nga totali që ka të drejtën e votës. Qofse flasim gjithmonë për rezidentët të brenda në Shqipëri. Pra nuk është aq e ulët pjesëmarrja. Dhe është një lloj mesatare që gjithë Ballkani, edhe mbase mos jemi në të lartët në Ballkan, po të krahasojmë se sa është pjesëmarrja në votime në vendet e tjera, padyshim është një pjesëmarrje e lartë, sigurisht më ulët se sa zgjedhjet e mëparshme. Më ulët se zgjedhjet e mëparshme, dhe kjo për faktorë të ndryshëm që ne i përmendëm edhe mbrëmjen e kaluar në analiza të ndryshme që bëm përgjatë maratonës së zgjedhjeve. Megjithatë është një tregues që tregon që kanë votuar, pra shkojnë shqiptarët, paraqiten përballë votës. Por në studime të ndryshme apo për efekt të statistikave i referohemi pjesëmarrjes zyrtare të KQZ-s, e cila është 22.2% për shkak të numrit. Se ka një marrësh që mbase ka dhe njerëz të themi nga jashtë që janë të regjistruar si votues dhe mund të marrin një avion apo një makinë dhe vinë dhe votojnë ditën e zgjedhjeve, dhe është një marrësh që nuk mund llogaritet asnjëherë. E vërtet, edhe pjesëmarrja reale është 73%, qofse ne e rifillojmë ndonjëherë analizën nga e para, dhe në vend të 3.4 milion votues gjithsej vëm 3.7 milion votues gjithsej, dhe kësaj vlerës 1.46 milion votues, vlera që do dilte, kam përshtypjen që do dilte pak më e lartë, 1.56 milion votues, po t'i hishtim diasporën që ka votuar, mund të dali vërtitet rreth 66-69, pra qëndron margji i gabimit edhe në këtë... Në të gjitha llogarit, që ne mund të arrijmë. Po, është vërtet, margji i gabimit qëndron edhe në pjesëmarrjen zyrtare sipas KQZ-s, kjo është e vërtet. Ndoshta margji më i madh. Megjithatë, kjo pjesëmarrje pra 73%, pavarësisht margjit të gabimit, tregon qartazi që ka pas një pjesëmarrje më të lartë se pjesëmarrja zyrtare që raporton. Përse përket procesit të numërimit votave, ju besoj keni ndjekur
Po, ka qenë një proces që ka vjuar si normalisht, nëse kalojmë te grafiku i radhës, unë kam sjell pak a shumë të projektuar, edhe sa orë do na duhen për të patur atë rezultatin përfundimtar, pra dhe Ku je bazuar, me çfarë lloj logjike? Atëherë jam bazuar në numrimin e qendrave të votimit orë pas ore. Pra në ritmin që ka pasur? Në ritmin që ka patur. Që kur filluan mbrëmjen e kaluar të numëroheshin pra rreth orës 23, 30, 24, pra në mesnat, dhe deri më tani, deri në orën ku unë e azhonova të dhënë pavarësisht para se të futem në studio, pra në orën 9:30, rezultonte Kreshnik që për çdo një orë janë numëruar rreth mesatarisht 170 qendra votimi. Dhe duke patur këtë shifër, pra për çdo një orë, sigurisht që kjo është një mesatare, unë vlen ta theksojmë, është një mesatare, nga totali i këtyre 5225 qendrave të votimit, shohim që kanë mbetur rreth 1600 qendra votimi pa numëruar. Dhe duke u nisur nga kjo mesatarja e 170 qendra të votimit të numëruara në orë, mund të themi që duhet të presim Kreshnik rreth 8 orë deri në 9 orë në varësi të procesit, sepse ka qenë një ditë e lodhshme. I vetmi marrë që mund ta prish këtë përllogaritje kush mund të jetë? Një problem teknik, një po një tërheqje komisioneri, ndonjë pushim i papritur, ndonjë ngërç që ndodhin. Ky ka qenë një proces shumë i gjatë dhe padyshim që mund të reflektohet dhe lodhje nga komisionerët apo vëzhguesit që janë përgjatë procesit të numërimit të votave, por mund të kemi edhe ndoshta konflikte mes për të shfaqur atë kundërshtimin politik të tyre për rezultate për arsye të ndryshme, dhe mund ngec një kuti aty edhe nuk numërohet për disa orë të tëra derisa të zgjidhen, sepse problematika edhe bllokon gjithë procesin, sepse problematika të tilla ka patur, por nëse do vazhdonte normalisht procesi i numërimit në një linjë lineare siç ka vazhduar deri më tani, mund të duheshin rreth 8 deri në 9 orë, pra duhet prisnim ne edhe publiku pra për të patur atë rezultatin e saktë finalizuar dhe për të patur kandidatët fitues që do të ulen pra në fakt, nëse do të realizoj kjo, po themi, pas 9 orës, nëse ne do të kishim një përfundim procesit numërimit, do shkonim pikërisht tek ajo që parashikohet kodit zgjedhor, pra për të arritur një farë mënyre shpalljen e rezultatit, është thënë nga komisioneri Ilian Celibashi që pritet që ditën e martet kishte një rezultat, dhe në fakt, nëse procesi do arrit të objektiv, pra do thotë që do ishte një proces që ka plotësuar gjitha standardet. Po, arrihet në kohë dhe i ka plotësuar standardet. Ajo çka është vënë re Kreshnik përgjatë orëve të fundit, se unë e thash që është marrë një mesatare 170 qendra votimi për orë, duket sikur është përshpejtuar, por përshpejtohet më shumë procesi i numërimit nga ai vrulli që pam në orët e para, më pas pati pra një zbutje të kësaj kohe, megjithatë që nga ora 16, 17, 18 dhe deri në orën pra 21:30 kur unë azhonova të dhënat e fundit para se të futesha në studio, duket sikur ka ecur më me shpejtësi pra procesi i numërimit, kështu që mund të kemi edhe më pak se 8-9 orë pra shpejtësia e numërimit, në fakt besoj që do të jetë edhe një element që ndikohet jashtëzakonisht nga rezultati, sepse nëse do ishte rezultati i ngushtë, shpejtësia e numërimit besoj do të ishte shumë më avazh. Shumë më ngadalë. Rezultati tashmë i qartë bën që ke një përshpejtim procesit edhe për ta kaluar, për të mbaruar dhe për të nxjerrë sa më shpejt rezultatet. Është e vërtet ky argument Kreshnik. Gjërat falenderoj për çdo kontribut dhënë në Election Room, jo vetëm në 2 ditë të fundit, por gjatë gjithë muajit që kemi qenë bashkë me statistika interesante në emisionet për ditë. Ju falenderoj gjithashtu, ka qenë kënaqësi.